Kam kënaqësinë me prezantu Yll Limanin, ikonën e kryeqytetit e Kosovës, e gjithë shqiptarisë, ku edhe sot e nesër kemi mu kënaqur me performancat e Yllit në kryeqytet. Ylli, faleminderit, mirë se je ardhur, kënaqësi me të pas këtu. Stras siklet, për sot unë kam gjithë emocione sa dush, kërë s'po mësoj të njëre. Se njerëz të pyesen apo ki emocion, apo ki stres shpo përballon, po stres, nervoz, siklet sa dush, s'do këna kështu nga jashtë, po për imrana janë ankth. Është pozitiv, kështu në fund, po faleminderit që na keni prit, faleminderit për përkrajen, po juve nuk ke shumë ujtë me bo këtë super organizim mas pari, edhe krejt që ka me pasu edhe nesër dashamirët e muzikës sime. Ylli, faleminderit. Stresin me siguri e ki se po bjen shi për momentin, po jam në negociata, po Me nalë. po pe treve Stresin ma anë nashta nalë, Vena për gjithë shka. S'kena shumë stres. S'kena stres, Super gati jena, po. Edhe pësoj për këtë shiut krejt që i kena marrë raporte para shikime deri në 3 është. Dhe në 3 Deri në 3, na në 6 të qelim 2, kështu që... Po e qarë se janë i mirë që edhe nëse bjen shi, me kongë tua, s'ka që na nalë. Po që edhe shkam pak kua, që është 8 gradë, 10 gradë ftoft, shi. Te ki edhe kongën për... E kam edhe kongën që se kena... Po është tamam kohë perfekte për muzikën. Kur thuj Limani vallaj nuk bjan men, as palma, as deti, as dillë kështu kryesisht. Zakonisht është një farë pranvere, në fillim, vjeshtë e mirë, dimër i ftoft atësar, që edhe kushtet atmosferike, që është Dhe më thonë melankoli, dashni... Okej, bila aty nëse bjan shi, nuk shihen, nuk shuhin njerëzve lëtë, dhe më thonë. Po. Nja 3-4 kongë, po. Kështu që është tamam të përshtohet. O, është, që kjo, the weather is the paid actor, është aktori paguar. Faleminderit shumë nëse të nderuara media, faleminderit që jeni ardhur edhe lirisht nëse keni ndonjë pyetje për Yllin, për Bonartin po ashtu. Bonarti normal këtu shtylla e krejt këtij organizimi. Bonart, faleminderit për punën e mrekullueshme që ke bërë. Faleminderit edhe ty kryetar për krejt suportin, do me thonë shumë për neve, edhe faleminderit. Datat të tjera në Ballkan nuk ka, do më thonë mbaran me sot dhe nesër në Prishtinë, edhe përfundan faza 2, tani ka me pas datat të tjera, koncertet të tjera në fazën 3. Po ata pjalojna surpriz kur t'i vjen koha. Po, për Kosovë, për rajonën e Ballkanit paktën, është koncerti i fundit sot dhe nesër. Për këtë vetë po besoj. Po, për këtë vetë po flasëm. Për këtë vetë po. Nashta me vedije, nashta pa vedije, kena nashta finalja e fazës 2 të turit dhe tjetë tamam një finale fantastike. Me plot Surpriza. Befasi. Po, plot ka me pas befasina me... Nuk o befasi, ma sa në... Tani s'është befasi për gresht. Tani s'është befasi, nuk ka zonë juve live garantin ishtë ashtë. Ama dhe tjetë befasi shumë bukra. Unë kam shumë emocione për vete, ju thash. Bonarti s'pas ka stres as emocione. Unë po... S'ka për të tjera. Dhe në një pyetje të rrëdhën, në fazën 3 përmendet që kome pas koncert ose diçka tjetër. Mirësit e isha me ditë nëse Yll mbetet akoma synimit përfaqësimit Shqipërisë ose Kosovës në Eurovision. Gjithë ma ke bo. Nuk e di. Do me thonë, nështë edhe në vitet e kalume, edhe vjetë edhe parë vjetë, në ftesën e kumë pas gjithmonë, për me qenë pjesë e festivalit të rëtëshës. Po me rritjen e punëve tona dëshysh, projekteve, albumeve dhe koncerteve, nuk është fare njerë koncentrimi edhe synimi dhe qëllimi anej. Kosova nështë kur pranohet EBU, që është European Broadcasting Union, nështë teket e dërzej një kongë edhe shkaj po. Për momentin nuk është fare në... Nuk e menaj shumë mirë që ma që të nërmen. Bonarti se menën heq.
nështë edhe një pyetje unë të fundit Ylli. Po nëse kishim shku për shembull në aspektin e Evropës atje për me u reprezentu, cilën këngë kishte zgjedhur? Për këngëve ekzistuese? Po, për këngëve ekzistuese. Unë e kom pas gjithë kër e kom kriju këngën Ajr, që është në albumin e fundit, e kom parë për Eurovision. Kër e kom kriju Lshaja Zonën, ka qenë para pame për skidën në Eurovision. Ka është plot këngë pa fund, që kër i kom menu për festivale, ose Këlla Magjike, ose Top Fest atër që ka qenë, ose festivalet të shës, po me kalimin e viteve rritës suksesit tani po ndryshoj pak qëllimet dhe prioritetet. Do më thonë, po marim Ajër, po e lëshojmë Zonën edhe po shkojmë në Eurovision. Po, qa unë më që këshu shku dhe këshu kalu tepër mirë me këtë këngë që ka i përmana, po, po, shtash. Ylli, faleminderit shumë, Bonart, faleminderit shumë Faleminderit për punën mrekullueshme. E po kënaqemi sonte nesër me Yll Limanin në Prishtinë. Faleminderit. Faleminderit. Jeni jashtë të zakonshëm. Bonart. Faleminderit. Dalu.